Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube. Në jetë ka njerëz të cilët kalojnë në kufirin mes jetës dhe vdekjes. Ka nga ta njerëz që arrin në portën e vdekjes, por nuk e shtyn atë. E tillë është zonja që do të flasi sot. Një sëmundje e beft ka bërë që ajo të kuptojë atë kufirin e hollë që jo çdo kush e njeh. Megjithatë ajo kur shkoi tek ajo porta me vdekjen, nuk e di se çfarë ka folur, por di që nuk e shtyu atë derë, u kthye dhe për çudi nga stuhia doli më fort dhe më me dritë. Cila është kjo zonjë? Fillojmë. Në emër të shikuesit të podcastit më thuaj, të uroj mirëseardhjen Vasilika Tafa. Mirëseardhje. Faleminderit e dashur. Falenderoj për ftesën. Është një ftesë disi e veçantë dhe unë dua ta nis pikërisht atje ku janë pyetjet e vërteta për ty. Sa vjet ke në biznes njerë? Në biznesin, një ndër bizneset është biznes, po mua s'më shkon fjala biznes me librin, me thënë të drejtën. As mua nuk por dhe është. Por sa vite ke që merresh me shtëpinë tënde botuese? Mendoj që në 95-ën ne kemi botuar librin e parë. Kurse me biznes, themi pas viteve 90, kam qenë një vit mësuese në një shkollë të mesme, pas universitetit, edhe jam marrë me biznes, themi libri apo botimesh, por librin e parë kemi botuar që në 1995 dhe është Marco Polo. Një nga titujt ikonik do të thoja të shtëpisë botuese, e ruaj me shumë fanatizëm, sepse na bëri si Marco Polo që zbuloi botën, ne zbuluam letërsinë më të mirë të botës dhe shqipe. E kuptoj. Që në vitin 95, do me thënë i bie rreth afërsisht 25-30 vjet. 30 vjet. 30 vjet me botime librash, me përkthime, unë të njoh, kam përkthyer me ty. Por dua të ndalem tek ai momenti që unë thash, kalove në një kufi, që ishte një kufi i jetës me vdekje. Çfarë ndodhi me shëndetin tënd dhe sa vjeçe ishe? Kur ka ndodhur? Ka ndodhur në 2014. Pra në 2014. Në 2014, unë besoj në atë kohë kam qenë një grua aktive, me shumë ëndra, me shumë dëshira, të cilat dëshirat lidheshin jo vetëm me punën, por edhe me fëmijët. Në ato momente djali jon diplomohej në Torino, edhe unë kuptova që unë isha në një gjendje të cilën nuk munde dot të merja atë gëzim që mezi e kisha pritur. Ai diplomoi dhe ishte një nga diplomat më të bukura që ndodhen në atë vit. Ju ekspozua puna vetë portreti në një nga muzet më të rëndësishme të automobilave në Torino. Dhe unë nuk merja do të kënaqësi, vetëm do të thënë kisha një moment të vështirë shëndetësor. U diagnostikova me një sëmundje goxha të vështirë. Ishte një tumor në kokë. Ishte një gjendje e cila vuri në alarm gjithë familjen. Fëmijët u çorientuan, vajza ishte adoleshente, djali nuk arriti dot të gëzonte suksesin. Gëzimi, themi, u transformua. Bashkëshorti im u transformua sepse ne punonim dhe bashk. Në atë lidhjen tonë, ndoshta për mua më të shkëlqyerën, domethënë secili ka mendimin e vet për raportet e veta. E vura në vështirësi gjithë familjen, por e mbajta brenda mureve të familjes time. Sa kohë ishte kjo vendimarrja? Sa kohë kishe ti? Unë rreth 2-3 muaj, deri kur vendosa ku do të operohesha. Sigurisht, në operacionin e kam kryer në Itali. Pra ti duhet të operoheshe, nuk ishte asnjë zgjidhje tjetër. Por ishte në fazë terminale apo çfarë? Ishte në një fazë shumë të agravuar, sepse siç duket nga puna ime e përditshme, unë gjithmonë atë rëndesën e kokës, dhimbjet e mëdha, ja kisha vënë lodhjes, sepse vërtet lodhesha. Pra ti kishe pasur simptomat? Patjetër që kisha, por në një moment emotiv, emocional, që ishte ceremonia e diplomimit të Gejsit, aty, do me thënë, ndodhi gjithçka. Unë u fika.
të ratifikët dhe ti humbe. Dhe humba. Më thënë dhe u diagnostikova me një herë atje ku isha, në Itali. Ishte një mas? Ishte një mas. Do me thënë mas e madhe që nuk kalonte, as me ilaçe, terapi, absolutisht jo. Duheshe patjetër një ndërhyrje kirurgjikale. Sigurisht bëra disa vizita për të vendosur se ku. Edhe një nga gjërat cilat unë e ruaj si brenda vetes si një gjë të shenjtë është mirënjohja. Dhe megjithse duhet të flas për veten, unë them që në këtë rast duhet të flas për një mjek të jashtëzakonshëm. Ai është italian, por është edhe një mjek i cili operon në gjithë botën. Ai quhet Giuseppe Catapano. Unë sërish të falenderoj. Është nga njerëzit e rëndësishëm të jetës time, i cili në një takim të parë, pasi më diagnostikoi dhe më sqaroi rëndësinë e madhe që kishte ndërhyrja kirurgjikale, më tha, a mundet dot që ne ta ndihmojmë njëri tjetrin? A mundet dot që ti të më ndihmosh mua? Unë nuk po kuptoja se si mund të ndihmoja një profesionist aq të zotin. Edhe i thash, patjetër doktor, po ç'është duhet të bëj? Duhet të kesh besim, tha. Patjetër. Unë pata jo besim, por i thash, atëre mund të them një fjali? Unë mund të hyj në operacion që sot. Atëherë tha, ju e keni fituar gjysmë betejën, sepse gjysma tha, ngelet ajo se çdo të na ndodh atje. Sigurisht ishte një ndërhyrje gjatë, 12 orë operacion. Pra mbas 2-3 muajsh, në familje u diskutua, ti the nuk doli jashtëmorëve të shtëpisë. Pra, jo, nuk njerëzve doli. të të dashur të familjes. As në nëstime. Nuk ja the. Nuk ja thash. As në nëstime. Shiko, nuk është hera e parë që e dëgjoj këtë. Nuk ja Ka thash. shumë gra që ja dalin, por nuk përfshin nënat, familjen, çfarë ndodh? Pse? Pse e bëre këtë? Nëna ime ishte një grua e cila dhe është, sepse jeton në E di dhe ti shkon për herët akon. E cila do të jetonte dramën time, por mund të ndodhte edhe asaj një dramë më e madhe, sepse ishte shumë e sëmur nga zemra. Doja ta mbroje ti. Do me thënë doja ta mbroja. Sigurisht që do vinte një moment që ajo do ta merrte vesh, po pse duhet të jetonte me atë para operacionin tim. Madje unë bëra edhe një tjetër, do me thënë, sajova dhe diçka që e çova edhe me pushime. Kur unë u operova, nëna ime nuk ishte as në Shqipëri. Dhe kur ne u kthyem të dyja bashkë. Pra duhet të nuk përfshive asnjë njeri. Jo, asnjë njeri, sigurisht informacion të ëllësishëm kishte vetëm me motor. 2 fëmijët dhe gëzimi. E qartë. Mendoj që kam bërë zgjidhjen më të mirë. E qartë. I mbrojte, pra duket sikur në një kulturë tjetër, unë kam jetuar në Amerikë tjetër, kulturalisht ata janë të ndryshëm. Ata e ndajnë çdo gjë me njëri tjetrin, por ajo që vëre unë atje është që pala që ti thua hallin nuk tronditet se ndoshta ti ke pasur pikërisht këtë, nga një hall do mbëhen 2, sepse këta do tronditen kaq shumë sa s'do marrin veten. Atje kulturalisht pala që dëgjon që ka një shqetësim të kësaj natyre, menjëherë mobilizohet që të qetësojë njeriu që ka problemi. Ndoshta kulturalisht nuk jemi pak të ndryshëm ne. Si shqiptar flas, se si e vetmja, kam dëgjuar të thash shumë zonja, shumë vajza që kalojnë trauma të forta, vetëm shtëpia mos të përfshihet, se nuk mundemi do të durojmë dhimbjen e tyre ta zëm, apo t'ju shkaktojmë këtë dhimbje. Shiko, edhe mundet të jetë edhe kjo, por ndoshta ne jemi pak më të lidhur emotivisht, do me thënë emocionalisht me njëri tjetrin. Me thënë nuk e mbrojmë aq shumë veten për të mos u përfshirë tek problemi tjetrit. Ne jemi të përfshirë. Me thënë unë kujtoj që edhe një problem më të vogël po të ketë motra, të ketë, po edhe kushërirat, po edhe një mikë e ngushtë që ke, ne gjithë ditën nuk e kemi të qetë, do me thënë e jetojmë problemin e tjetrit. Aq më tepër që unë e mbrojta emocionalisht, sepse e njofti më, është shumë e ndjeshme. Ajo do t'ishte, do me thënë, do t'kishte pësuar diçka dhe kur unë do shpresoja, kur shkova të operoj, që unë do t'a kaloja, do njifej me realitetin, pasi pra unë do t'ja thoje një moment të dytë. Po, dhe ajo u njoft në fakt. E kuptoj. Pra, jemi në momentin që ti vendose të operoheshe, dhe u caktua data. Po. Data afrohej, çfarë ndodhte me ty? Mirela,
unë përgjithsisht duhet të tregohem e vërtet çfarë ka ndodhur brenda meje. Unë mundova që me gëzimin dhe me fëmijët të mos tregoj asnjëherë që unë po largohem. Brenda vetes sigurisht e mendoja çdo natë, kur ata nuk i kisha pranë në spital, qaja vetëm natën, ditën bëja muhabet normalisht me infermieret, me mjekët, me gruan që kisha në dhomë. Madje ajo ishte një italiane që kishte pësuar një aksident në punë edhe kishte nevojë edhe për ndihmë. Unë dhe e ndihmoja të shkonte në tualet, të drejtonte dhe isha shumë e qeshur me të, a thuas që do operoj vetëm ajo mikja që kisha zënë aty dhe unë jo. Nuk kisha asnjë shenjë që t'i tregoja që nata ime ishte shumë e vështirë. Netët e mia i kam shoqëruar me kufje duke dëgjuar një këngë Notre Dame de Paris, Emanuel. Nuk e di pse ajo u bë leitmotivi i shpresës apo i dhimbjes. Unë them i dhimbjes time. Me thënë, Belën Esmeraldën. Me thënë, u bë ndoshta i dhimbjes time. Ata zërat të mrekullueshëm të atyre artistëve francezë. Unë edhe po të mbyll syt më kujtohen sërish, do me thënë, i kam në veshët e mi. Ndoshta dhimbja, them, ka qenë arsyeja, dhe çdo natë mendoja që do të ndodh me familjen time. Por unë kisha dy probleme, jo vetëm fëmijët, Gejsin, i cili duhet të ndiqte do me thënë studimet e mëtejshme. Gejsi kishte mbaruar bachelorin. 21. Vajza? Vajza ishte edhe më delikate, ishte vetëm 15 vjeçe. Vanessa ishte adoleshente, është një vajzë e ndjeshme, një vajzë tepër e zgjuar, ajo kuptonte gjithçka. Nuk e jepte fare veten që para meje, me thënë, të mendonte që ajo mendonte gjithçka, po sigurisht e ndante me shoqet e saj, edhe me kushërirën e saj, që do me thënë mami nuk e mendonte dot jetën pa mamin, dhe kjo është normale. Nuk mi ka thënë kur ato që mendonte, edhe tani, do me thënë tani që është një vajzë e pjekur, një vajzë cilë unë e kam mike, nuk ma thotë se që ndjehu, por kisha një dhimbje të madhe dhe për gëzimin, i cili ishte në shumë presione. Do me thënë, a i duhet të sillej ndryshe me djalin, duhet ta bënte shok, t'i jepte forcë, ndryshe me vajzën, duhet mi jepte mua forcë, por unë në fakt komunikoja me të ditën, ashtu sikur ne kishim shkuar rastësisht, unë do bëja një ekzaminim dhe nuk ishte ajo që do të ndodhte. Pra ti nuk po ju ushtroi asnjë presion emocional. Asnjë presion. Megjithatë, unë shifja para meje që gëzimi zbardhej çdo ditë. Do me thënë, atë fytyrën e tij nuk do ta haroj. Çdo ditë vinin me një vrap drejt spitalit për të më parë se ç'ishte e nesërmja, unë mundohesha të rezistoja, sigurisht. Vetëm se gruaja që kisha në dhomë kishte ndarë me gëzimin diçka. Kur unë nuk kisha qenë për momentin aty, i kishte thënë, Vasilika sillet shumë mirë, çdo bën biseda normale, nuk mendon që do të largohet nga jeta, por natën unë e kam dëgjuar ajo vetëm qanë. Do me thënë, të qarat e mia i kishte zbuluar mikja e dhomës time. Sa qëndrove në spital para se të bëj ndërhyrje? Qëndrova një 10 ditë. 10 ditë, sepse ishin ekzaminimet e ullësishme se si 10 ditë dhe më pas ishte pak më e gjatë. Por do të ndaj edhe diçka tjetër, bëra edhe gruan. Para se të nisesha mbaj mend që pash me kujdes shtëpinë, ku i kisha problemet,
sepse ndonjëherë rutina e përditshme, djali në shkollë, nuk kisha vënë ndonjë gjë në vendin e duhur. Vendin e duhur, do me thënë që ta kisha ato gjërat në rregull të perdeve, të bukura. Pse po e bëje këto? Po nuk e di pse, i kam bërë. Bëre gati shtëpinë ti? Do me thënë unë... Në ç'kuptim e bëre gati shtëpinë? Shtëpia duhet të mos kishte asnjë mangësi. Nuk e di kur ti të ikje në spital? Në spital, shtëpia ime duhet ishte shumë mirë. Dhe e bëre shtëpinë? E bëra gati. Jo që do të largohesha nga kjo jetë. Po siç duket, nuk doja që kur unë të kthehesha, do të thënë, të gjeja rumuj, të kisha, nuk e di pse, edhe tani kujtohem me vete dhe the, gëzimi më shifte me habiq se çfarë po bëj, dhe më pyese ndonjëherë, po mirë, pse po e ndëron këtë Vasilika? Dhe në të gjitha vendet ku unë shkova porosita gjërat e reja, nuk thoja asgjë. Po ti mirë e ke, thonte, themi tapicierja e kësa. Jo, po dua ta ndëroj. Po mirë, thonte, ajo do ta ndëroj. Arsyet absolutisht nuk i ndava me njeri. E ke zbuluar arsyen e vërtet pse? Tani, mendoje të lije një shtëpi gati që po mos ktheheshe të ishte e bukur, apo për çfarë e bëje? Nuk e di, me thënë, edhe sot e mendoj dhe them, unë duhet isha shumë e shpërqendruar, pse u përqendrova aq shumë, por jo vetëm shtëpinë, por edhe te shtëpia botuese çfarë bëra. Nuk lash asnjë nga titujt që ne kishim marrë të drejtat pa e botuar. Me thënë, sepse mua nuk më dhimbte vetëm familja dhe njerëzit e mi, po unë kam dhe një shtëpi tjetër, që shtëpia botuese. Në zyrat rregullova çdo lloj dokumentacioni. Do me thënë, përgjithsisht jam grua e rregullt në dokumenta dhe kam gjithçka të mirë rregulluar, por i sistemova. Gëzimi nga kjo që na ndodhi nuk kishte më forca të mendonte, dhe unë që i thoja, shiko se kjo kopertina kështu më shifte pak me dyshim, thonte kjo tani nuk po marr vesh. E kuptoj. A i them koka po? Por pra ti i vendose gjitha punët, i vure punët para që themi ne, dhe shkove në spital, prisje ditën. E prita ditën ajo nata e fundit duhet të di, me natyrshmëri në ditëve dhe me të qarat e natës. E netëve. Dhe nata e fundit, në çfarë ore në operacion? Kam hyrë në orën 12 të drekës. Nata e fundit përpara ditës së operacionit. Si ka qenë për ty? Unë jam një besimtare e fesë ortodokse. Nuk jam praktikante, po jam një besimtare. Unë ju luta Zotit tim, ju luta shëntorëve që unë vërtet lus edhe sot, edhe kam lutur më parë, dhe kuptova që nuk doja të largohesha. Me thënë, sa herë mendoja që mundet të mos t'jem, kisha një iritim më shumë se sa qarje. Jo, nuk e pranoja largimin. Aq më tepër, tek dritarja ku ishte krevati im, çdo ditë binte një reze dielli, sepse ka qenë shtator, kur unë jam operuar, binte një reze dielli mëngjesit, edhe nuk ta merr mendja Mirel se sa shumë e shijoja unë atë diellin. Me thënë, mua më dukej sikur flisja. Me mendjen time kam thënë shumë gjëra, kam thurur shumë ëndra për ditët që do të vinin. Edhe i thoja vetes që është kalimtare, ti duhet ta mbash veten. Dhe pikërisht një natë përpara e pash diellin, para se ty janë operacion e pash sërish. Edhe sikur ajo ngrohtësia e tij më bëri që kur u shtriva në shtratin për t'u larguar në salla e operacionit, dikush ka lart më premtoi që unë do ta shoh sërish. Ishte natë e gjatë, por kishte lënë porosi anës, dhe kur doli ana unë i fola asaj, hapa sytë dhe pash. Dhe si për kokës time, kur u zgjova, pash 3 njerëzit më të dashur të jetës time, 2 fëmijët dhe gëzimin. Dhe një mjek të shkëlqyer,
anestezist që pasi unë u zgjova nuk donte të më linte që unë sërish të flija, sepse kështu është natyra e këtij lloji operacioni për shkak se mund të bjesh në koma. Dhe ai mundohej të më thonte pasi i përqafova sigurisht me pak larg, nuk duhet, kisha dhimbje të tmerrshme, mbaj mend atë natë të reanimacionit. Nuk duhet të shifja të tjerë, sepse salla ishte mbushur plot me njerëz në koma. Ishte ngjarje për ta se kishte qenë pak i vështirë operacioni, 12 orë operacion dhe ishte një fitore madhe zgjimi i majt shpejt. Ishte, do me thënë, unë nuk e kuptoja, por gëzimi dhe fëmijët edhe se më shifnin ashtu të fashuar, ishin në aq kënaqësi sa mbaj mend, do me thënë, në aq herë sa hapja dot syt. Mbaj mend fytyrën e qeshur, sytë e qeshur të gëzimit të djalit të vajzës, kështu i kam të fotografuara dhe më rinë në mendje ato vështrime. Si do largohesh e ti? Ti fole një natë përpara, ke folur dhe ke pasur një bisedë me një botë tjetër. Edhe i rendita arsyet që shikon se jam gati të vija aty te ty, the. Jo, nuk isha gati. Edhe ata më kuptuan, besoj. Dhe bota tjetër të kuptoj dhe nuk e hapi derën për ty. Nuk e hapi derën. Sepse ti këm mbulet rije këtu te ne. Shiko, më pëlqen kjo bota mua, dhe me sfida. Unë i dua sfidat. Edhe ndonjëherë edhe marrëzitë e shoqërisë, ndonjëherë edhe nuk pranoj vetëm dashurit dhe gjërat e lehta, por edhe ato të vështirat. Por përgjithsisht më pëlqejnë njerëzit kur kanë mirënjohje. Dhe unë për gjithë këtë që kalova, jam mirënjohës në mënyrë të jashtëzakonshme mjekut dhe familjes time. Gëzimit që çdo ditë e falenderoj. Ka qenë një mbështetje e jashtëzakonshme. Fëmijëve të mi, të cilët megjithëse vajza adoleshente, djali i ri, nuk, do me thënë, i lanë ato problemet e tyre, në atë kohë unë duhet isha në ndihmë të tyre dhe mu bën ndihmë mua dhe më mbështetën. Prioriteti. Lika, mban mend gjë nga ato 12 orë të operacionit? Jo, po. Do me thënë nuk është se ti kishe ndonjë gjendje të caktuar apo gjatë operacionit. Gjatë operacionit ose mbas në narkozë ose kështu. Mbas narkozës thash i gjeta të tre sipër fytyrës time. Do me thënë ti sa ka hapur syt ke para ata. Kam para ata. Pastaj nata me vështirë është nata pas operacionit. Ishte një natë jashtëzakonisht me dhimbje, sepse dhe ata nuk duhet të jepnin doza të tjera se mund të bie në koma, sepse ishte problem, koka ka një tjetër mënyrë se si të del narkoza. Nuk duhet që të flesh. Imagjino se, do me thënë, gjithë operacioni mbaron me sukses dhe pastaj nata pas operacionit është me vështira, sepse ti në operacion kupton që kishte dhimbje. Dhimbje të mëdha, duhet të flisje. Duhet të flisje, pra ata të thoshin që ti duhet të flisje. Sepse unë riskoja edhe të mos flisja, edhe të mos ecja. Pra këtu ishin risjet e operacionit tim. Dhe kur doktori provoi që unë mund t'i lëvisja këmbët, më thënë, ishte një gëzim të gjithë duar trokitën atje. Sepse alcat i le gambe, unë i ngrita pa këmbët, dhe do me thënë shpërtheu e në duar trokitjet, bravo Vasilika, bravo, dhe të them drejtën, unë dija të flisja dhe shumë mirë italisht në ato momente, ajo ishte me bukura, sepse ata... Kushe di shtë kam për aty brënda Lika edhe... Nuk e di, më kishte, unë flisja shumë mirë italisht, dhe më thanë, tani e kuptuan ndoshta në heshtje lidhjen time me gëzimin, edhe para operacionit, edhe ai mjeku nga që donte patjetër që unë të flisja, më tha, buri juaj u largua, tha, ishte shumë e shumtuar gruaja ime, nuk e, se si që kanë italianët të ngacme. Dhe i thash, unë e kam të dashur, dhe ai do kthejt sërish tek unë, se unë dëshirohem. Ti fole këtu t'u hap goja.
Dhe italishtja ai më rrithë dhe ai habitej dhe besoj që u lajmërua dhe mjeku, më thënë mjeku që o operoi Giuseppe, u lajmërua nëpërmjet SMS-ve sepse mendoj ai ka ikur shumë vonë atë natë, por unë jam operuar dhe në orën 6 të mëngjesit ka qenë prap pranë krevatit tim për të folur me mua. Me thënë gati nuk e besonte. Unë them Mirela, edhe ai ma ka thënë në takim, kur ne vërtet të themi në mënyrë simbolike i dham besën njëri tjetrit që do t'ja dilnim, sepse ishte një lloj bese, ti tha më beson mua në këtë, unë i thash të besoj po do më ndihmosh, patjetër i thash sepse ti e duar art. Dhe madje kujtoj dhe diçka shumë të bukur nga biseda me të. Unë i thash, profesor, pasi erdhi tek të nesër me i thash ju jeni një gjeni. Sepse unë i thash mund edhe të mos flisja tani me ju dhe mund të mos ecja jo, tha. Unë nuk jam një gjeni, unë jam një profesionist. Dhe në rastin tuaj tha një profesionist shumë i mirë. Gjeni tha, gjeni e di kush është? Kush i thash unë, e ndrojtur, gjeni është gëzimi, tha. Unë ngela, po pse i thash? Tha, po sepse gëzimi tha, nga një kuadër tha i bardh fare, na bën tha diçka shumë të bukur, kishte parë disa nga pikturat e gëzimit, na bën një pikturë shumë bukur tha, dhe asaj tha, gruas të bukur i jep jetë. Dhe vërtet dua të them që mjeku është shumë i rëndësishëm në kalimin e një problemi të madh për çdo kënd. Është gjysmë psikolog, patjetër. Edhe profesionalizmi, do të thënë i jep atë që ne të ndërojmë dhe të shpresojmë që do t'ja dalim problemet. E kuptoj. Sa kohë ishte periudha e rikuperimit? Unë mendova, Mirel, që do t'ishte një çike gjatë. Edhe ai të gjatë e përshkroi, më tha që ti do t'jesh, po themi rreth një vit për t'u rikuperuar. Më tregoi që mund të ndëroja karakter, pra të mos isha Vasilika e parë, të kisha pak momente depresive, të isha e mbyllur në vetvete, do të thënë i tregoi dhe gëzimit e fëmijëve këto që mund të ndodhin. Në fakt, për fatin tim të mirë nuk ndodhi asnjëra. Jo, vërtet. Do me thënë, ai më tregoi që ndihma e parë që do të merrja në Tiranë do të ishte ndihma që më jepte një psikologe. Po. Po, unë shkova dot. Ti nuk shkove te psikologja, nuk e kishe të nevojshme. Nuk e kisha të nevojshme sepse më priste një ankth i madh i bukur në nëndor ishte panairi i librit. Po. Unë nuk theva në mes të tetorit dhe në mes të nëndorit ishte panairi i librit. Dhe unë jetoja çdo ditë me gjise koka. E kupton, isha në krevat dhe më dhimbte dhe kisha dhimbje absolutisht jo normale për çdo njeri. Dhimbja ikte fashite i sapo gëzimi më sillte në shtëpi librin që ne e kishim lënë për të shtypur para dhe ma besoni që unë them që edhe puna dhe dëshira për të bërë gjëra të bukura, për të pasur, domethënë një panair të suksesshëm, u përfshiva dhe nuk shkova te Lika, ka shumë gra që janë në atë rrugën, gra burra, nuk ka rëndësi, në atë udhkryqin e rënd, që ti the fola me hënën, shikoja rrezën e diellit, natën qaje, por ditën ishe fort. Po ka njerëz që i merr errësira më shumë se drita ndoshta, nuk e di. Një njeriu që është në këtë udhkryq tani që na çon, na shikon. Mund të jetë një grua që ka një fazë të caktuar, mund të nënshtrohet një operacion, një kimioterapie, nuk ka rëndësi, një njeri, një burr, një fëmijë. Çfarë do t'i thoja? Ndihma e mjekut patjetër është primare, por duhet jenë të fortë dhe të besojnë te vetja. Unë them që nuk është e lehtë të besosh, sigurisht kërkon një lloj një përgatitje brenda vetes të fortë edhe intelektuale. Domethënë, ka të bëj se çfarë ti din për jetën. Çfarë ëndra shke dhe çfarë dëshira shke. Në qoftë se ti je e lodhur nga një jetë
dhe thua, u më mire e vdekur se e gjallë, dhe nuk e ëndra për të nesërmen, errësira do të marrë. Në qoftë se ti nuk ka rëndësi çfarë punë bën, se nuk do të thotë që ti të botosh libra apo ti je mjeka, më thënë, në qoftë se ti ke ëndra për të nesërmen, që të realizosh 1, 2, 3 apo 10 gjëra të bukura, unë mendoj që në profesion, në familje, në jetë, të mbjellësh lule, të duash natyrën, nuk ka rëndësi, do të thënë gjitha profesionet, mendoj ta duash jetën. Pse doje ti kaq shumë jetën? Pse doje të jetoje ti? Pse doje të jetoje? Shiko Mirela, unë e kam të qartë që vdekja është një proces. Ne lindim dhe do të vdesim. Unë nuk kam frikë nga vdekja. Ma beson që nuk kam frikë nga vdekja? Nuk është se është vdekja një tabu tek unë. Mamaja ime dhe sot, po t'ja zësh në gojë, e ka frikë. Megjithëse është 80, më të lutem, mos thuaj. Vdekja është proces. Ne të gjithë do të largojmë nga kjo jetë. Por, duhet që kësa jetë që ne nuk i kthehemi më dhe nuk e dim ku do të shkojmë, unë them që duhet i marrësh ato që ti ke mundësi më të bukurat. Nuk ka njerëz të lumtur sot. Nuk ka rëndësi sa i pasur apo i varfër je. Duhet i marrësh kësa jetë çaste të lumtura. Ne kemi çaste të lumtura, nuk kemi të lumtur. Asnjë nuk është i lumtur. Në çfarë do lloj profesioni, apo në çfarë do lloj ekonomie që njerëzit të kenë, duhet ta gëzojnë në ditën, ta duan, siç thash atë diellin, edhe ta presin me kënaqësinë mbrëmjen. Perëndimet dhe lindjet e diellit për mua janë çastet më të bukura të ditëve. Do të thënë, kur unë arrit të shoh një perëndim dielli në det, ma beso Mirela, nuk ka rëndësi ku jam. A jam duke pirë një pije të mirë, apo jam thjesht në rër duke ulur? Unë ndërroj vetëm gjëra të bukura. Me thënë, gëzojeni këto ditë dhe merrni çfarë ka ajo më të bukur. Ma beso, në një udhëtim, që mund të jetë udhëtim pune, edhe shpesh bëjmë udhëtime pune për shkak të profesionit, unë edhe në atë udhëtim i marr asaj rruge gjërat më të bukura që kam. Shoh dhe më gëzojnë edhe fëmijë të cilët din t'ja dalin. Më pëlqejnë edhe gratë që sfidojnë dhe din të rrisin edhe fëmijë ndonjëherë jetim. Me thënë, nuk e di, ndoshta jam edhe pak empatike si njeri. Me thënë, unë edhe i dua njerëzit. U viktimizove ndonjëherë ti? Jo. As kam dërmend që të, do me thëmë, brenda vetes të ushqej ndjenja të tilla, edhe kur vërtet kam qenë në vështirësi, nuk viktimizohem, sepse unë jam luftarake. Njerëzit që luftojnë nuk viktimizohen, por jam edhe delikate. Ashtu si jam luftarake, brenda meje ka edhe çaste shumë delikate. Do me thënë, e di çfarë më vjen keq? Më vjen keq për shembull për çaste që i mendoja që kur u largova nga Shqipëria për t'u operuar, dola në kuvertën e tragetit, edhe isha me gëzimin. Fëmijët, madje kanë qenë ca ndeshje futbolli të rëndësishme, dhe ata i dërguam atje te kolli për të parë ndeshjen, dhe të largoheshe situata. Ju luta gëzimit, sigurisht që nuk shkoj, do rinte me mua. Dhe dole aty në kuvertë dhe po shifja se si po largohej trageti dhe shifja kisha lënë për bri Durrësin, që ndonjëherë më pëlqejnë kafet në Durrës, edhe në dimër edhe në verë, po edhe në dimër e kam qef Durrësin. Dhe po i thoja Gëzimit, Gëzim, mos kam bërë disa gabime? Po çfarë, tha Lika? Po mirë, tha, do t'i korrigjosh kur të kthehemi. Në ato momente isha pak emotive dhe thash, jo, 2 gabime kisha bërë. I bërë e llogarinë e gabimeve, dolën 2? 2 kisha bërë, do me thënë që ishin si më të dukshme, do me thënë emocionale, jo gabime. Tha, po më, tha, çfarë? Thash, mbase duhet i kisha thënë mamit, thash, mbase lutjet e saj edhe mund të më ndihmonin. Edhe mbase thash duhet i kisha thënë një ish mikes time.
Po pse, tha Gëzimi, tha, shiko Vasilika, tha, ti e vendose kështu dhe kështu e bëre, tha, po, ndoshta këto dy gabime, që ti tani i quan gabime, kur të kthehesh, do t'i kuptosh, a kanë qenë vërtet gabime, tha, apo ti ke bërë mirë. Po i thash unë, po, në ç'kuptim, Gëzim, po tha, sepse mamin do t'a gjesh më mirë, edhe ajo do të ketë një përjetim, jo dy përjetime, se kështu e analizova unë kur nuk i thash. Tha, kurse ish miken tënde, do t'a kuptosh, a ke bërë mirë, tha, në momentin që ti vetë si Vasilik, ajo do të marrë vesh se ç'të ka ndodhur dhe do shohësh reagimin e saj. Kur reagimi i saj ishte 0, unë s'kisha bërë asnjë gabim. Pra reagimi i saj ishte 0? Po. Dhe unë kuptova që nuk kisha bërë asnjë gabim. As me mamin, as me ishmiken time. Shiko, ky është realiteti, ja? Unë thash diçka reale. Ti the një realitet që secili nga ne në një moment ka pritshmëri dhe merr një reagim 0. Po jeta vazhdon. Po sigurisht. Tani unë doja të di këtë, ti përpara operacionit te ke pasur këtë energjinë apo siç të kanë bërë në operacion dhe të ka ardhur mbas operacionit? Jo, e kam pas gjithë jetën. Se s'ka mundësi ti ke një energji. Mirela, e kam pas gjithë jetën. Do me thënë unë kjo kam qenë. Do me thënë doktori e thash pak përpara, i tha Gëzimit dhe fëmijëve, veçën as meje, i mori në studion e tij, edhe i tregoi se ç'kishte ndodhur, sa i vështirë kishte qenë, që kishte punuar në milimetra, që kishte qenë një operacion i vështirë, delikat, për risqet që kisha pasur, i tha dhe në fillim, dhe i përgatiti që duhet të kishin të gjenin një Vasilik tjetër, që unë mund t'isha pak më delikate, më e mbyllur, i thash. Pra mund të ndryshonte krejtësisht temperamenti. Edhe mënyra e reagimit, mund t'isha ndonjëherë agresive, sepse nuk do arija t'i bëja të gjitha gjërat. Nuk ndryshova në tip. E qartë. Unë edhe këtë lloj ritmi e kam pasur që fëmijë tregon i më. Edhe kur kam qenë e re, kam dashur të sfidoj, kam sfiduar, sepse vështirësi kam pas gjithë jetën. Do me thënë, nuk ka qenë jeta ime një jetë e bukur, por unë kam parë çaste të bukura të jetës time. Dhe një çast do ta sjellim këtu, se jemi në mbyllje, sepse mesazhin unë dua ta çoj tek ata njerëz që janë në një situatë vështirë dhe ju duket sikur gjithçka mund të jetë e errët. Edhe duket sikur njerëz të suksesshëm i kalojnë më kollaj gjërat. Përpara këtyre gjërave jemi të gjithë njësoj, nuk hyn as pasuria, as varfëria, je i barabartë. Madje as nuk, do me thënë, në ato momente kur ti je para një dileme të largohesh apo të jetosh, e fundi që të shkon në mend është se sa e pasur apo e varfërie. Do me thënë, absolutisht mendoj që kjo pjesa e pasurisë nuk hyn fare në bisedë. E gjitha është përjetimi dhe mënyra se sa i fort je brenda vetes për ta kuptuar, për ta pranuar, sepse nëse nuk e pranon dot që ti je e smur dhe mund të ndodhe edhe kështu, nuk din të luftosh. E kuptoj. Do me thënë, duhet ta pranosh që kështu ka ndodhur, duhet ta pranosh lindjen dhe vdekjen si procese, sepse dhe këtë duhet ta kuptosh, se nëse nuk e kupton ti mendon që fatkeqësia, sigurisht që është një fatkeqësi, sidomos kur je shumë e re, unë isha vetëm 46 vjeça. E mendoni, do me thënë, mendoj një grua e re, shumë e re. Unë mendoj që dhe tani jam shumë e re. Dhe ti ti do mbetesh e re, Lika, ti ke një energji që do mbetesh e re. Jo, nuk e besoj, por vërtet, megjithatë them njerëzve të fortë, Zoti ju jep sfida të forta. E di pse, ndonjëherë do t'jenë dhe shëmbuj. Shëmbuj për të thënë që edhe këto sfida njeriu mund t'ja dalë. Dikush e ka sfidën jo vetëm në shëndet, dikush e ka në profesion, në ekonomi, në marrëdhëniet familjare, sfidat janë kudo. Megjithatë, dua të ndaj dhe diçka e rëndësishme në kalimin e sfidave të shëndetit është familja prioritare. Nëse gjen një familje të shëndetshme, ku ajo të mbështet, nuk të bëhet barierë, nuk të konfronton në emocionet e tua, por të bëhet mbështetëse. Çdo pjesëtar i familjes që duhet ta marrë vesh problemin tënd të rënd,
duhet të jetë një psikolog. E qartë. Do me thënë, mënyra e sjelljes të tyre duhet të jetë një psikologji e ndërtimit të jetës pasi ti. E qartë. Megjithatë, aktori kryesor është Sigurisht njeriu është vetvetja. Edhe ti ke luajtur një rol të shkëlqyer dhe ja ku jemi. Edhe jemi dhe me një kryevepër. Ky është botimi, një ndër botimet e fundit, Është më i fundit. Botuese, edhe unë do ta lexoj me shumë kënaqësi. Dua shumë të punoj me ty përsëri të përkthej. Edhe them këtë publikisht sa kam thënë, edhe nuk kam se mos ta them, nuk kam kohën që të bëj atë produktin e duhur që ti e di, por ne do kemi dhe bashkëpunime të tjera. Megjithatë, unë me shumë kënaqësi do ta lexoj këtë libër, me shumë kënaqësi do të vinë panajirin e librit, sepse ti nuk pushon kjo gjë, njerëzit sot e mësuan, por njerëzit ty të njohin përmes librave që ti sjell për rreth 30 vjet edhe kështu do të vazhdosh apo jo? Unë jam e lumtur që për këtë profesion, sigurisht profesori im Gëzimi ka qenë një profesor shumë i mirë që më ka mësuar të jem edhe botuese, e mirë, mendoj që zgjedh libra, cilat duhet i rezistojnë kohës, duhet jenë libra biblioteke, me thënë nuk zgjedh libra trendi, kurse në pjesën e bashkëpunimit, Mirela nuk dua të kthej komplimentin, sepse ti meriton shumë falenderime. Semi në podcast do thonë njerëzit po i bëjnë njëra tjetrës kështu. Por dua të them vetëm një fjali. Jo, dua të them vetëm një fjali, e cila qëndron dhe do ta besojnë të gjithë ata që do të dëgjojnë intervistën time. Ti e qëndis fjalën, Mirela. E ildis dhe e qëndis. Kështu që gjej kohën dhe lëri disa gjëra të bukura, ashtu si ke lënë shumë emisione, ashtu si ke lënë shumë mendime në jetën publike, lër dhe disa përkthime të cilat do t'i rezistojnë bibliotekave. E qartë, dhe po e tha Lika këtë, Lika pastaj e kthe në realitet, dhe thënë një njeriu që një ide e sjell në produkt, kjo është pak po e sigurt. Dhe kjo është aftësia dhe kjo është energjia jote, se vetëm me këtë energji fitove një betej aq të rënd, sa që ndoshta edhe ti vetë nuk e kupton. Jo, nuk është se nuk e kuptoj. Më thënë, unë çdo ditë falenderoj Zotin. E falenderoj që, do me thënë, unë zgjohem në mëngjes, që kam një agent të ngjeshur, që kam para fëmijët edhe Gëzimin, që telefonoj nënën time, dhe që kam projekte për librat. Projekte për librat dhe fundit, atërezën e diellit në mëngjes, e shikon po njësoj si atëherë kur ishe në atë pavion spitali? Ndoshta jam me një tjetër emocion. Nuk dua të ashtu. Sigurisht, atëherë shifja si një fije shprese ku Zoti kishte sjell dhe të më jepte forcë, kurse sot e shoh si një ditë të bukur dhe si një sfidë të jetës. Domethënë, ka ndryshim ajo. Sigurisht e shijoj prapë. E qartë. E shijoj. E qartë. Vasilika, të falenderoj shumë qisha. Të falenderoj unë sepse jo të gjithë njerëzit që mund të kenë problemet tona e kanë një mundësi që të flasin hapur për sfidat e jetës të tyre dhe kjo mundësi është një mundësi shumë emocionuese për mua. Unë të falenderoj nga zemra. Faleminderit Lika. Miq, takohemi në episode tjera. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.